Para plot 30 vitesh, pak metra nga këtu, ka qenë baba im që ka vendosur një gurthemel. Ai ka qenë gurthemeli i mbijetesës. Po, ka qenë mbijetesa e sportit fisnik të Gjudës, pas uzurpimit të palestrave publike nga okupuesi sërb. Dhe pas çlirimit në po atë vend vazhdoi puna e madhe e sakrifica për përfaqësimin e shtetit tonë, gjithandej botës, deri në arritjet kulminante që deri tani numërojnë 5 medalje olimpike, 10 evropiane e botërore e qindra tjera ndërkombëtare. Përveç që i gjithë komuniteti ndërkombëtar i sportit u njoftua me potencialin e një shteti të ri, po ashtu u ngrit edhe kurreshtja se çka qëndron pas kësaj, dhe kjo kurreshtje u shua në vitin 2021, ku shkëlqeu emri i drejton Toni Kukës si trajneri më i mirë në Evropë dhe botë, i shpallur nga Federata Evropiane dhe ajo botërore. E ky gurthemel po vendoset për mundësi më të mëdha, si në zhvillimin e sportit, po ashtu edhe në promovimin e vendit tonë përmes organizimit të aktiviteteve trajnuese, garuese ndërkombëtare. Njëra nga ato do të jetë edhe organizimi i garës prestigjioze të lojrave mesdhetare në sportin e judos dhe sportin e karates.